Stina e pranverës shoqërohet në shumë raste edhe nga gripi i syrit. Mjekët okulist në Elbasan thonë se kjo ka qenë edhe një periudhë virozash për syt, e në disa raste pacientët janë paraqitur vonë, kur shenjat janë agravuar deri në vështirësi në shikim. Simptomat me të cilat shfaqet gripi i syrit varjojnë nga skuqe e syrit, lotimi i shtuar, fotofobi ose ndjeshmëri ndaj dritës dhe sekrecione të ndryshme. Në këtë periudhë kemi një shtim të moshave të prekura, të cilat janë moshat e reja, parashkollor dhe fëmijët më të vegjël, të cilët janë në kopësht apo çerdhe. Mjekja apelon për kujdes me higjienën dhe mjekimin, pasi sëmundja është shumë ngjitëse. E para dhe themelorja është higjiena e duarve, sidomos kjo higjen tek fëmijët. Gripi i syrit është një viroz që qëndron gjatë nëpër ambientet ku fëmia është, kështu që prekja dhe disinfektimi i ambientit ku fëmia qëndron është e para. E dyta është higjiena, përdorimi vetjak i peshqirit, i jastëkut etj. Janë një nga masat që mund të na e parandalojnë. Gripi i syrit, një infekcion viral që ngjitet përmes kontaktit me personat e prekur, shkakton skuqje të syve. Komplikacionet prej virozave ndonë se në pjesën më të madhe të tyre janë pa pasoja, mund të çojnë deri në reduktim të shikimit për shkak të neglizhencës në trajtim apo nga vetkurimi.